çdo ambasadë e BE-s të vjen në ndihmë kudo ku ndodhesh, nëse nuk ke pranë një ambasadë shqiptare. Kjo është një mundësi reale, historike, një derë e hapur. Antarësimi në BE është aty. Pasaporta e BE-s për gjithë është aty. Duhet që në 11 maj shqiptarët të ne japin mandatin dhe jo vetëm të ne japin mandatin, por të japin një mesazh shumë të fortë të gjitha vendet të BE-s, të japin një mesazh shumë të fortë Brukselit, duke votuar masivisht për antarësimin BE dhe për pasaportën e BE-s. Tani çfarë është BE-ja përveç se një pasaport, një treg i përbashkët, një hapësirë bashkëjetese? BE-ja është edhe një perimetër vlerash dhe parimesh, ku liria individuale, barazia para ligjit dhe standardet demokratike janë gur themelet e asaj bashkëjetese. E pra, liria individuale, ajo çka ne e kemi dëshiruar në shekull, ajo çka ne e fituam më në fund, të fundit në Europë, ajo çka ne sot e kemi, por ama asnjëherë nuk e kemi aq të sigurt sa çdo ta kemi kur kemi pjesë e Bashkimit Evropian, ku asnjë shtet antar nuk mundet dot të cënojë lirinë individuale. Po barazia para ligjit, se kemi pasur asnjëherë, se kemi fituar as mbasi fituar lirinë individuale, kur u çliruam nga kthedrat e diktaturës komuniste. Vetëm sot, vetëm në këto vite të fundit, fal reformës në drejtësi, fal rrugës që ne, Partia Socialiste e Shqipërisë dhe askush tjetër, i hapëm drejtësisë së re, shqiptarët po shohin përpjekjen e parë në histori për të vendosur barazinë para ligjit. Kur më parë, qysh nga viti 1912, kur ne u bëm shtet i pavarur nga perandoria, kur krijuam qeverinë e parë, ne nuk kemi pasur në asnjë rast një individ të lidhur me pushtetin politik që të jetë hetuar dhe gjykuar nga një trup e pavarur. Deri kur, pas reformës në drejtësi, me krijimin e institucioneve të reja, kjo ka filluar të ndodhë. Dhe ka filluar të ndodhë për arsyen e vetme, sepse ne i kemi dorëzuar drejtësisë vullnetarisht me një vizion shumë të qartë, me një vullnet të palëkundur dhe me një vetdije po aq të qartë se çfarë do të sillte kjo si kosto edhe për ne, shpatën e zonjës së drejtësisë, e cila atë shpatë mban qysh në lindjet kohërave demokratike, apo qysh në lindjet kohërave shtetërore për botën, ndërkohë që në Shqipëri nuk e kishte deri ku ja dorëzuam ne. Ajo shpatë ka qëndruar në zyrën e të parit të qeverisë, që nga 1912 deri kur unë arrita në atë zyrë. Është pasuar dorë pas dore, pavarësisht nga forma e regjimit, mbretëri, diktaturë komuniste, apo demokratura me atë shpatë të përdorur arbitrarisht nga i pari i qeverisë, futin burg kryetarin e opozitës, të fundit të burgosur politik në historinë e Shqipërisë, Fatosllano. Ne e dorëzuam shpatë. Sot ajo shpatë është në duart e Spakut, sot ajo peshore është në duart e gjykatës speciale, dhe sot ne jemi garantët e vetëm të kësaj historie të re, të cilën Bufi Knetës, bashkë në të gjithë të tjerët rreth tij,
përbetohen se do ta kthejnë përmbys. Duan votën në 11 maj, që në 12 maj të rimarrin shpatën. Dhe ta zhveshin përsëri zonjën e drejtësisë nga fuqia për të imponuar barazinë para ligjit. Po çfarë është tjetër BE-ja? BE-ja sot, përveç të tjerash, është dhe një çështje sigurie kolektive. Shikojeni këtë anketë, anketa e sigurisë kolektive. Kjo është një anketë e popularitetit që ka BE-ja në vendet anëtare. Lartë filloj me 92, 91, 91, 91, 90, 90, 80% e tjerë, dhe më i ulti popularitet është 61%. Këtë popularitet të kësaj ankete të zhvilluar muajin e fundit, Bashkimi Evropian e ka pasur asnjëherë tjetër qysh nga viti 1983 kur është bërë kjo anketë për herë të parë. Si ka mundësi që popujt e Bashkimit Evropian befas nga popujt që filluan të binin në skepticizëm, nga popujt që filluan të binin në një lloj zhgënjimi, nga popujt që filluan të binin në kurthin e atyre që ju thoshin të dalin nga BE-ja, befasisht shfaqen si popuj që e duan BE-n më shumë se kur, sepse sot BE-ja është dhe çështje e garantimit të sigurisë në kuptimin strikt të fjalës. Sot BE-ja është edhe një çështje ekzistenciale në një botë ku lufta nuk është më një dokumentar bardhëzi, po është një realitet në dyert e BE-s, në një botë ku gjeopolitika nuk është më ajo që ishte deri para disa muajsh, në një botë ku BE-ja po përjeton një zgjim të madh. E ne, Shqipëria, shqiptarët, a ka interes më të madh se sa të hyjmë sa më parë në BE dhe të jemi trimi i mirë me shok shumë, por në këtë rast një trim me shok shumë më të mëdhej, shumë më të fortë, që të gjithë bashku mbrojnë të njëjtat vlera, funksionojnë mbi të njëjtat parime dhe garantojnë sigurinë e përbashkët. BE-ja është edhe përfitim kolektiv, përveç përfitimit individual, që e shpjegova që buron nga pasaporta. Shikoni çfarë ka ndodhur me Kroacinë, është eksaktësisht çfarë do të ndodhi me Shqipërinë. Kroacia, deri në momentin e hyrjes në BE, ka pasur të ardhura ekstra buxhetit vet si mbështetje nga BE-ja 126, 141, 151, 156 milion vjetore. Në totalin e vet të gjitha ato vite, ato nuk bëjnë as 1 miliard. Ne, në totalin e viteve që qeverisim, kemi pasur diçka më shumë se 1 miliard. Dhe 1 miliard mbështetje, 90% kredi, 10% para e falur, pra jo borx. Shikojeni çfarë i ka ndodhur Kroacisë sapo është bërë anëtare e Bashkimit Evropian. Kjo do t'i ndodhi Shqipërisë sapo të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. 1 miliard e diçka më shumë çdo vit dhe 90% para e falur, pra grant, dhe vetëm 10% kredi, pra borx. Sepse në BE hym në një familje që është ndarë në 2 pjesë, kontribusit dhe përfitusit. Kontribusit janë vende mëdha, janë vende zhvilluara, janë Franca, janë Gjermania, Hollanda, e me radhë, që japin financiarisht më shumë se sa marrin. E dëgjuat mirë, japin më shumë se sa marrin. Dhe BE-ja ju duhet shumë,
si një treg i madh i përbashkët. Ju duhet shumë si një perimetër vlerash dhe parimesh, dhe ju duhet shumë si një zonë e gjerë zhvillimi. Ndërkohë që grupi tjetër, ku do të hymë dhe ne me YNB, janë përfituesit. Janë ata më të vegjëlit që në një familje ndihmohen nga më të mëdhenj. Janë ata më të dobtit që në një familje ndihmohen nga ata më të fortit. Dhe një llogari shumë e thjeshtë për ta mbyllur, nëse vejmë sot nga BE-ja për bujqësinë, ne kemi marrë më pak në të gjitha këto vite se sa 200 milion euro, shumë më pak, ne do të marrim 300 milion euro në vit vetëm për bujqësi. Por le të kthehemi këtu ku jemi tani. Kur ne morëm detyrën, u përballëm me një grop borxhesh të fshehura, ndaj kompanive të angazhuar në investime publike, ndaj furnitorëve të kontraktuar për shërbime publike, nga ilaçet, tek shkumsat, ilaçe për spitale, s'kishte më ilaçe në spitale. 40 milion euro ishte vetëm borxhi ndaj kompanive furnitore që nuk çonin më ilaçe. Shkumsat e shkolla, nuk kishte shkumsa në shkolla, sepse nuk çonin më furnitorë. Dhe borxhi publik kërcënues ishte thuajse 80%. Sot borxhi publik është ulur 960 dhe është 55% sot borxhi publik. Pra, sot në një borxh 55% jemi në parametrat e një shteti normal dhe serios në administrimin e financave të veta. Dhe nuk kemi asnjë borxh të fshehur ndaj askujt. Në raportin e fundit të Bashkimit Evropian, i cili nuk bën vlerësime politike, i cili nuk bën vlerësime elektorale, i cili nuk bën vlerësime opozitare apo qeveritare, por bën vlerësime profesionale dhe objektive, Shqipëria cilësohet vendi me administrimin më të mirë të financave publike në rajon. Sot, kreditë e këqija i kemi ulur nga një nivel i frikshëm. 25% ishin kreditë këqija nëpër banka. Një kërcënim i drejt për drejt për banka në nivelin normal, më pak se 5%. Të ardhurat për frymë në 3 mandate, i kemi 3 fishuar, kur morëm detyrën, të ardhurat për frymë ishin 3.324 euro. Sot, të ardhurat për frymë janë 10.342 euro dhe në Shqipërinë 2030 të ardhurat për frymë do të 5 fishohen në raport me nga Unisëm dhe do të jenë 15.000 euro. Paga mesatare në sektorin publik ishte 372 euro. Sot, me vlerësimin e fundit të pavarur të bërë nga Instati, të konfirmuar nga organizatat financiare ndërkombëtare, paga mesatare për vitin 2024 në sektorin publik u mbyll 1.000 euro. Ndërsa në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1.200 euro. Pagën mesatare të përgjithshme e rritëm më shumë se 2 herë e gjysmë. Dhe do të arrisim të paktën dhe 30% më shumë. Kjo ishte paga mesatare. Kjo është paga mesatare. Paga mesatare e sektorit publik dhe privat bashk. Pra paga mesatare në Republikën e Shqipërisë. Kjo do t'jetë paga mesatare. Paktën 1.000 euro. Vazhdojmë me pagën minimale. Në vitin 2013, kur ne morëm detyrën, paga minimale ishte 157 euro. Sot, 2024, u mbyll me pagën minimale 400 euro dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ i qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro.
për të mbështetur punojësit që do të përfitojnë nga kjo rritje e shpejt e pagës minimale, sipërmarrësit do të jenë detyruar të rrisin pagën minimale, por ne do të japim një lehtësi që gjatë 18 muajve pas pagës së parë, shteti atyre nuk do t'ju kërkojë asnjë detyrim tatimor mbi shtesën prej 100 eurosh. Kur morëm detyrën, prodhimi i brendshëm bruto, prodhimi i përgjithshëm kombëtar, gjithçka që prodhonte Shqipëria, ishte 9.6 miliardë euro. Sot është 25 miliardë euro. E kemi rritur prodhimin e përgjithshëm 2 herë gjysmë. Shqipëria 2030 do të ketë një prodhim të përgjithshëm prej 35 miliardë eurosh. Punësimi dhe pensionet. Ne kemi reduktuar me 40% shkallën e papunësisë. Dhe nga 17.5% që ishte në vitin 2014, në më poshtë se 9%. Pra kemi arritur objektimin që papunësinë ta ulim në një shifrore. Dhe sot është 8.8% sakt. Shqipëria 2030 do ta ketë në normën e Bashkimit Evropian, mesatar në Bashkimin Evropian 6%. Tani shumë kush na e përmend atë 300.000 vende pune. Përgatituni t'i jepni përgjigje me shifrat në librin e të punësuarve, në regjistrin e të punësuarve të Republikës Shqipërisë. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria kishte 1.023.000 të punësuar. Sot, numri të punësuarve në regjistrin e vitit 2024 është 1.327.000. Pra nga 1.23 në 1.327. Janë apo nuk janë? Më shumë se 300.000 vende të reja pune? Kështu thot regjistri, kështu thon pagat që jepen, kështu thon të ardhurat që merren nga ato paga. Pensioni mesatar, ku ne morëm detyrën, ishte vetëm 86 euro. Ndërkohë që në 2024 u bën 175 euro. Këto shifra nuk na ndihmojnë as për të thënë që ne jemi relativisht të kënaqur, siç jemi me të gjitha tjerat relativisht të kënaqur, por as për të dhënë një sens të atij që do të jetë mandati 4. Prandaj ambicia jonë është që në Shqipërinë 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Pra, pavarësisht të gjitha të tjera. Nga marrja e detyrës, kemi nënshkruar 16 marrëveshje me vende të tjera për njojën e ndërsjellë të pensioneve, nga cilat përfitojnë qindra e mijëra bashkëadhetar. E gjetëm me 2 marrëveshje, me 2 vende ku s'kishte pothuajse fare njerëz nga Shqipëria që pretendonin pensione. Kishte po shumë simbolike. Mbyllëm marrëveshje me Italinë, tani është aktive. Brenda mandatit 4 duan të mbyllim marrëveshje me Greqinë, por i rikthehen Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i rikthehen pasaportës europiane të Shqipërisë, sepse me hyrjen në Bashkimin Evropian, e thash dhe më parë dhe po e përsëris, të gjithë ata në Greqi që kanë probleme, njojën e pensionit, marrin atë pasaportën e kuqe, me shqiponjën tonë dykrenare, me logon sipër Bashkimi Evropian Republika Shqipërisë, dhe ju mjafton të jetojnë në Greqi të barabartë mes barabartësh edhe në aspektin e të drejtave të pensionit, dhe me njëherë ju njihen vitet e punës, dhe me njëherë mund ta transferojnë pensionin
nga atje këtu, nga këtu atje, atë që kanë atje. Kështu që vinë prapë tek antarësimi. Kur ne morëm detyrën, kjo është një nga gjërat më flagrante, sepse përsëri këneta, në të gjitha pretendimet e veta, pretendon ta kthej mbrapa edhe këtë fakt, që është një fakt për cilin ne të gjithë jemi krenarë si Parti Socialiste dhe Progresiste. Biznesi i vogël vuante një taksim të dy fisht dhe duke u nisur nga një xhiro prej 55.000 eurosh, paguante 10% taks, 20% TVSH. Njësoj si biznesi i madh, s'kishte asnjë dallim. Një furbuke paguante sa 15 katëshi, njësoj. Ne ju vetëm zeruam taksën, po dhe e rritëm nga 55 në 120.000 euro tavanin e xhiros vjetore, që llogaritesh biznes i vogël. Dhe e hoqëm TVSH-n për gjithë biznes i vogël me një xhiro deri në 100.000 euro. Ky regjim e kemi premtuar dhe do ta mbajmë edhe në mandatin e 4 do të mbetet i pandryshuar. Deri në 2029 Shqipëria do të vazhdojë të jetë jo vetëm i vetmi vend me 0 taks për biznesin e vogël në rajon, por dhe vendi me nivelin më të ulët absolut të taksave në rajon për të punësuarit, ku 93% e gjithë atyre që marrin një pagë në Republikën e Shqipërisë paguajnë më pak se 10% nga paga. I pandryshuar do të mbetet dhe regjimi i taksës 15% për biznesin e madh. Por mandati i 4 do të ketë një risi. Në mandatin e 4 ne do të kemi një paqe fiskale të negociuar me biznesin. Një instrument i njohur, që është në kohra shumë të vjetra, të cilin latinët e quanin pax fiscalis cum negocis. Më pëlqen shumë kjo ide dhe do t'i propozojmë biznesit qysh në qershor një marrëveshje paqe të negociuar fiskale për një periudhë 3 vjeçare, ku 15% i tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Ndërsa për çdo fitim shtesë që biznesi do të deklarojë mbi atë normë, do të tatohet vetëm 5%. Kjo është një paqe që nënkupton edhe fundin e çdo lloji inspektimi tek biznesi, të çdo lloji kontrolli dhe të çdo lloji minuti të harxuar për kontrolle, bazuar mbi një marrëveshje paqe, por kjo do të nxjerrë në dritë edhe shumë të ardhura të padeklaruara, për arsyet që i dim